Përshëndetje Mirëmbrëma. Atëherë janë të gjitha ato që u cituan edhe nga juve, ish-ministri Spiro Ksera është arrestuar në Devician, pasi aty ai edhe banon, ndërkohë që një lajm minutave të fundit është bërë dhe arrestimi i shtetasit Artemis Mene, ndërkohë që nuk dim ende rreth këtij personi se çfarë pozicioni ka edhe përse është ndaluar, vetëm nga ka ardhur ky emër në këto momente, ndërkohë që janë shpallur 5 persona të tjerë në kërkim. Ndodhen pikërisht në komisariatin e policisë së Gjirokastrës, këtu ka një prezencë të madhe të forcave të policisë, gjithandej ka makina policie, zoti Ksera është shoqëruar në komisariatin e policisë së Gjirokastrës, nga ku pritet edhe ardhja e avokatit. Në fakt, ka një raportim për të transferuar dhe për të ardhur në drejtorinë e policisë së Tiranës, por kur pritet që të ndodhë një gjë, mbaj që informacione sa këtë nga drejtoria e Gjirokastrës? Ne do të jemi gjatë ditë kohës në lidhje drejt për drejt, sapo kemi një informacion se kur do të bëhet largimi i zotit Ksera nga ambientet e komisariatit të policisë Gjirokastrës drejt Tiranës, do t'ju informoj. Deri në këtë momente janë shumë të rezervuara dhe informacionet që vijnë nga policia e Gjirokastrës. Endela, me aq mundësi sa ke pasur që të shohësh edhe në ambientet e jashtme të drejtorisë policisë Gjirokastra, ka pasur të afër miq apo edhe familjar të zotit Ksera, nëse ke mundur që t'i identifikosh? Deri në këtë momente këtu nuk ka asnjë të afërm apo familjar të zotit Ksera. Janë thjesht uniforma blu që monitorojnë situatën nga jashtë. Deri tani nuk ka asnjë prezencë, as të familjarëve dhe as të miqve apo personave të tjerë. Në fakt edhe lajmi i fundit Entiola nga vetë policia bëhet e ditur që Artemis Mene është një tjetër shtetas i arrestuar, nuk e di nëse ke informacion në lidhje me këtë. Po, e thash pra që i vetmi informacion që kemi është se është arrestuar Artemis Mene. 5 persona tjerë janë shpallur në kërkim edhe janë këta dy të ndaluar, pra zoti Ksera dhe Artemis Mene.